Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 55 vjeç dhe për herë të parë në jetën time e ndjeva veten të pasigurt për atë që po ndodhte brenda meje. Jo për shkak të dikujt tjetër, por për shkak të mendimeve të mia. Gjithmonë kam besuar se njeriu në këtë moshë duhet jetë i qetë, i vendosur, i rregulluar me veten. Por ja që kisha gabuar. Pas martesës së djalit, shtëpia jonë u mbush me zëra të rinj, me lëvizje, me një ritëm tjetër. Nusja e tij erdhi me zakonet e veta, me mënyrën e saj të folurit, me energjinë që sjell vetëm rinia. Nuk ishte asgjë e tepruar, asgjë që do të ngrinte dyshime. Ishte e sjellshme, e respektueshme, madje shpeshherë e rezervuar. Në fillim, marrëdhënia jonë ishte thjesht formale, biseda të shkurtra për gjëra shtëpie, për ushqimin, për punën e djalit, asgjë më shumë. Por gradualisht, përditshmëria filloi të na vinte më shpesh në të njëjtin ambient. Mëngjeset kur pinim kafen para se të dilnim secili në punën e vet. Pas ditët kur unë kthehesha herët dhe ajo ishte ende në shtëpi. Fillimisht nuk e vura re ndryshimin. Vetëm më vonë kuptova se po i kushtoja më shumë vëmendje se duhej gjërave të vogla. Mënyrës si fliste, si qeshte, si e mbante veten. Jo sepse bënte diçka për të tërhequr vëmendje, por sepse unë po e lejoja mendjen time të ndalej aty. Kjo ishte pjesa që më trembi më shumë. Nuk ishte një ndjenjë e papërmbajtshme, ishte më shumë një shqetësim i vazhdueshëm, një mendim që kthehej pa ftesë. Çdo herë që e kuptoja veten duke menduar më gjatë, ndjeja shumë siklet. Një ndjenjë faji që më shtrëngonte gjoksin. Më dukej sikur po tradhtoja jo vetëm djalin tim, por edhe parimet mbi të cilat kisha ndërtuar krejt jetën time. Fillova të ndryshoj sjelljen time, pa e kuptuar askush. Nuk rija më gjatë në kuzhinë nëse ajo ishte aty. Gjeja arsye për të dalë në obor për të bërë një punë tjetër. Në darkë flisja më pak, jo nga ftohtësia, por nga frika e vetes time. Netët ishin më të vështira. Gruaja ime flinte ndërsa unë rija zgjuar duke menduar. Pyesja veten nga vinte kjo ndjesi. A ishte vetmia që vjen pas një martese të gjatë? A ishte rutina? Apo ishte thjesht një pasqyrë e frikës nga plakja? Nga ndjenja se nuk isha më i rëndësishëm për askënd përveç se si babai. E dija një gjë me siguri. Kjo ndjenjë nuk duhej të ekzistonte dhe nuk duhej të ushqehej. Vendosa të vija disa kufi të qartë, jo me fjalë, por me veprime. Fillova të organizoja kohën ndryshe, më shumë dalje, më shumë angazhim. Fillova të kaloj më shumë kohë me gruan time, të flasim për gjëra që i kishim lënë pas dore, jo sepse ajo kishte bërë diçka gabim, por sepse e kuptova që një boshllëk i vogël mjafton që mendja të shkojë atje ku nuk duhet. Me kalimin e muajve, ndjenja u dobësua. Jo sepse u zhduk vetvetiu, por sepse unë zgjodha çdo ditë të mos e ushqeja. E kuptova se tundimet nuk janë gjithmonë dramatike. Shpesh janë të heshtura, të zakonshme dhe pikërisht për këtë janë të rrezikshme. Sot kur e kujtoj atë periudhë, normalisht nuk kam krenari, nuk ndihem krenar, por jam i qetë, sepse kuptova diçka shumë të rëndësishme. Njeriu nuk gjykohet nga mendimet që i kalojnë në mendje, por nga veprimet që bën. Kjo histori nuk është për pasionin, është për përgjegjësinë dhe ndonjëherë përgjegjësia është forma më e vështirë e forcës.